Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 7 tetor të 2025-s. Duket se kemi një ditë mjaft të rëndësishme ku ka të bëjnë në mëngjes në orët e mëngjesit hëna e plot e tetorit që formohet në bushtin dash peshore. Kjo është një hënë e plot që na bën të bëhemi më të fortë dhe të jemi më të vëmendshëm në marrëdhënie me partneritete të ndryshme, pa humbur veten tonë për ato që duhet të bëjmë. Ndikohet shumë shenjat siç janë dashi, gaforja, peshorja, britsjapi, të 10 të dytë ose ata që kanë ascendente në këto planete. Në të njëjtën ditë ku Merkuri formon një katërkëndësh me Plutonin në një kënd të dobishëm, nëse duam të bëjmë kërkime të thella, nëse duam të bëjmë ose të kemi çështje të zgjidhim në lidhje me punën tonë,